Si të përgatitim thjerza për 20 minuta tani. Si të shikoni, unë do t'i hedh çdo gjë brenda të thjerzat, kështu hudhër, qepë dhe karota. Në fillim do t'i mat me dorë se sa duar thjerza dua, varet neve jemi 3 veta, po zakonisht do ha vetëm unë e djali, që kështu do hedh 3 duar me thjerza, do t'i shikoj një herë brenda se mos ka ndonjë gjë, ndonjë gura, ndonjë që zakonisht nuk kanë. Edhe unë gjithmonë u ndroj ujin e parë, i vë të valojnë domethënë, edhe nga që është shumë i dëmshëm, e ndërroj, e mbush me ujë të pastër dhe pastaj ja hodha ato që patë në fillim. Do me thënë hudrën, qepën edhe karotat. I hodha dhe dafin, kuptoj se i jep një shije fantastike, ja si që mund të shikoni aty. Pastaj ja pak vaj ulliri, se do t'i shtoj edhe në fund vaj ulliri. Kripë, si pas dëshirës. Kjo kripa këtu nuk kap shumë, ndaj dhe më shikoni që hedh një lugë me kripë, dhe mos të them që pastaj donte edhe ca tjetër. Një çik piper të zi, pelte domate, nëse keni domate të freskët mund t'i hidhni, unë i hodha pelte domate, edhe pastaj ja si që shikoni, të gjitha këto bashkë do t'i vë që të vlojnë. Për 15-20 minuta këto lloj thjerza janë të gatshme. Unë i gjej në supermarket këto. Tani, pasi ishin zier çdo gjë, i hoqa këto qepët, karotat edhe hudrën, thash t'i shtyp me pirun, po se do ngeleshin copa në për të dhe nuk i pëlqejnë djalit, pastaj ja i vura në blender, në mixer, që të grien të gjithat mos kuptoj gjë djali, edhe me këtë mënyrë, unë do t'a trash lëngun e thjerzave, nuk duhet t'i hedh gjë tjetër, në kjo se doni mund t'i hidhni dhe patate brenda, unë nuk para i hedhë, si që shikoni tani prej fundi lëngu fillon edhe trashet, do t'a lë dhe një qik me kapak hapur, edhe del një pjatë, një supë fantastike, për ta ngrënë për në drekë, edhe darkë, pse jo, se është gatimi i lehtë, nuk është i rëndë, me një copë bukë, djalit i pëlqen për shesh t'ja bëj brënda, t'ja het bukën brënda, po çdo një si